përmendjet e rodës Erioni dhe Amela në studion tonë, dy shok klase, cili na keni shkru, Amela na ke shkru ti apo prindërit të tu apo të Erionit? Kush na ka kantu? Prindërit e tu. E ke kërku vetë me qenë me Erionin? Jeni shok të mirë? Në klasë edhe po dukni si me qenë vllai mutër. Në fillim mendova që jeni fëmijë tezës të hallave, adajve, por janë shok të klasës. Hajde Amela me po nisim me ty, tregona pak më shumë për veten. Unë jam Amela Gjoshi dhe jam në klasën e 3 në Këlmendis Vanolli. Edhe hobi im është të pikturoj. Të pikturosh, kur ke fillua? Ki fillu mote a këtë vetë po pikturon pak? Kër më konë 4 vjeqe. 4 vjeqe. Prej 4 vjeqe, a ki piktura në shtëpi? Po shumë. Shumë? Qka pikturon ma shpesh? Pikturoj qiellin edhe dhe shtëpia ma shumë. Qa përdor, që falë ngjyra, tempero? Tempero, po. Tempero, bravo, sa mirë prej vogël. Fillon me u bu artiste. Erion, hajde tregona ti për veti. Unë quhem Erion Grezda, jam nga Gjakova dhe jam në shkollën Këlmendis Vanolli. Po ashtu jam me mësuesin Arjeta Dautoga, që me mëson çdo mësim. Unë kam hobi muzikën popullore. Po, këndoj. Unë i përshëndes edhe prindërit e mi që më ndihmojnë kur kam ndonjë problem në mësime. Wow, sa i mirë. Tregom qysh ke fillu, qysh ka fillu me t'interesu ty sa i vogël muzika popullore? Po, më interesoj se unë babën edhe gjyshin tonë dëgju me muzikë, janë nisi edhe mu me pëlqy muzika. E tash, apo këndon, apo i bjen najm instrumentit? Unë jam edhe në shkollë muzikës, që i bi instrumentit të violines, por këndoj edhe. Edhe këndon. Cila këngë popullore të pëlqen? Kam dhe Parisin me ma fal, Elbasan i bukur, kam shumë këngë që i kam mësu. A ishe një mirë me na këndu një këngë? Hajtë, këndona njënën për këngëve tua? Dhe Parisin me ma fal. Okej. Në gëzime se bebe, gjithandej ku do që shkoj, unë Gjakovën marrë me vete dhe për të gjithmonë këndoj. Ma do shpirti, ma do zemra, qefi borgj mos me alan, le të marri flak taverna, ti shkoj tymi në tavan. Gjakovar më lindi nëna, Gjakovar kam qef me vdek, dhe nga zemra buron konga, brez pas brezi amanet. Sa t'kem fryme, sa t'jem gjall, për këtë vend unë do t'këndoj, dhe Parisin me ma fala, me Gjakovën kur se ndroj. Wow! Hajde një duart rëkitje ketë mitë në studio. Wow, bravo Erion. Wow, kurse kom njëna i fëmi ma të vogël të e këndu një këngë popullore komplet tekstin për fillimet deri në fond të lumë. Po në gjdo natë, kër kam do një kohë të lirë, unë këndoj para familjes, bëj koncerte. A kishe pas qef mu bo këngëtar kur të rritësh, apo dëmë si habi me majtë këngën? E maj si habi, mu mi pas dhe një profesion tjetër, por kër ta kam do një kohë të lirë unë muzikën. Sa e mirë është jeta me muzikë, e ke pa, kur të këndon, ose kur ndëgjon muzikë, krejt ditët edhe notat janë shumë ma të mira me muzikë. Okej, pse keni pas qef me ardha? Ka na i lojt veçantë që ju pëlqen, a ju pëlqen ma shumë dhrotat që jepim, qa ju ka tërhek me ardhë? Unë ka tërhek që janë lojat për fëmijë dhe që është një mision shumë i mirë. Faleminderit, e ty që ka të ka pëlqyer Erion? Që mërë në këtë emision, mu më kam pëlqy lojër që do t'i bajmë, edhe me këqyrë që funksionon emisioni. Okej, a e dini cila është loja e parë? Po më duket me Memory Game. Bajen mend, po luajmë bashkë me Amelën edhe me Erionin.